Si të kuptoni nëse një vezë në ditë është e freskët? Provojeni me këtë mënyrë. Për të parë, nëse veza që doni të konsumoni është e freskët, mund të bëni këtë mini eksperiment në kushte shtëpie. Fillimisht mbushni një gotë me ujë të ftohtë dhe brenda asaj vendosni një vezë. Nëse veza qëndron në fund të gotës, është vërtet e freskët. Nëse qëndron në mes të gotës, atëherë ajo është e javës së fundit, por mund ta konsumoni sa më shpejt. Nëse veza noton në sipërfaqe të ujit, hidheni dhe mos e konsumoni. Një tjetër mënyrë e thjeshtë për të kuptuar nëse veza është e freskët është të merrni vezën në duar dhe ta tundni atë afër veshit, për të dëgjuar zhurmën që vjen prej saj. Nëse nuk dëgjoni asnjë zhurmë, veza është e freskët dhe e vlefshme për konsum. Nëse ka ndonjë zhurmë të çuditshme që vjen nga brendësia e vezës, është e vjetër dhe nuk duhet ta konsumoni, pasi mund të çojë në helmim të trupit dhe mund t'ju kushtojë shtrenjtë për shëndetin tuaj. Gjithmonë zgjidhni vezë të freskëta.